Irani lëshoi valë të shumta raketash drejt Izraelit mëngjesin e së martës, duke goditur Tel Avivin dhe disa zona të tjera ku raportohet për disa të plagosur. Në përgjigje, forcat e Netanyahut goditën raketa hedhësit dhe infrastrukturën në Iranin perëndimor. Të paktën 6 persona u vranë dhe 9 u plagosën në sulmet ajrore që goditën një zonë banimi në qytetin iranian të Tabrizit gjatë natës. Libani gjithashtu mbetet nën sulm nga izraelitët me 7 zona në Beirutin jugor të goditura. Raketat goditën gjithashtu Irakun, këtë herë nga forcat amerikane, të cilat në perëndim të vendit vranë 15 militant nga ish koalicioni paraushtarak Hashed al-Shabi. Sipas mediave ndërkombëtare, SBA thuhet se po e vlerësojnë kryetarin e parlamentit të Teheranit Mohammad Bagher Ghalibaf si një partner të mundshëm dhe madje edhe udhëheqës të ardhshëm të vendit. Shtetet e Bashkuara raportohet se i kanë dërguar Iranit një propozim për një marrëveshje armëpushimi përmes ndërmjetësve, një hap i mundshëm para prag drejt bisedimeve mes dy vendeve, sipas një zyrtari të lartë të Ministrisë Jashtme iraniane, të cituar nga stacioni televiziv amerikan CBS News. Informacioni konfirmon pjesërisht negociatat e supozuara në vazhdim mes dy vendeve, të njoftuara nga presidenti amerikan Donald Trump përmes postimeve në platformën sociale Truth, por të mohuara nga mediat iraniane. Sipas Trump, Irani ka rënë dakord të mos blejë armë bërthamore, një nga kërkesat kryesore të SBA-s, megjithse detajet e një marrëveshje të mundshme mbeten të pasigurta dhe është e paqartë se çfarë roli mund të luajë Izraeli në negociata. Shtetet e Bashkuara dhe Irani nuk mbajnë marrëdhënie diplomatike formale dhe zakonisht komunikojnë përmes vendeve të treta. Ndërmjetës të mundshëm përfshin Pakistanin dhe Omanin, i cili ka lehtësuar disa negociata mbi programin bërthamor të Iranit në të kaluarën.